Ndal për një moment, sepse ajo që do të dëgjosh tani mund të ndryshoj mënyrën si e sheh jetën tënde. Po sikur të thosha se ekzistojnë shenja të heshtura, pothuajse të padukshme, që tregojnë se ti nuk je një person i zakonshëm. Ndoshta e ke ndjer këtë, ajo ndjesi e çuditshme, sikur je ndryshe, sikur nuk i përket plotësisht kësaj bote. Sot do të zbuloj 10 shenja të qarta që mund të tregojnë se je zgjedhur nga Zoti. Por dëgjoj me kujdes. Shenja e fundit është më e forta dhe mund të konfirmoj diçka që gjithmonë e ke ndjer brenda vetes. Qëndro deri në fund, sepse kjo histori mund të jetë për ty. Unë kur nuk kam menduar se isha ndryshe nga të tjerët. U rrita duke u përpjekur të përshtatem, duke jetuar një jetë të zakonshme, si të gjithë rreth meje. Por thellë brenda meje, gjithmonë kishte diçka që nuk mund ta shpjegoja. Ishte sikur po jetoja një histori që nuk e kuptoja plotësisht. Që kur isha fëmijë, ndjeja një prani të heshtur që më ndiqte. Nuk ishte frikë, ishte diçka më e thellë, sikur dikush më vëzhgonte dhe më udhëhiqte pa u dukur. Atëherë e injorova. Sot e kuptoj. Ishte fillimi i gjithë shkaje. Shenja e dytë erdhi në një mënyrë të pazakontë, përmes ëndrave. Nuk ishin ëndra të zakonshme, ishin të gjalla, të thella, pothuajse më reale se vetë realiteti. Në një prej tyre, po ecja vetëm në një fushë të pafund të mbuluar me mjegull. Gjithçka ishte e heshtur, derisa një dritë filloi të shfaqej në horizont. Zemra më rrite fort, por ju nga frika, ishte sikur diçka brenda meje e njihte atë moment. Nuk dëgjoja fjalë, por ndjeja një thirrje të fortë. Kur u zgjova, diçka kishte ndryshuar. Nuk isha më i njëjti. Dhe kjo ishte vetëm fillimi. Shenja e tretë ishte ndjenja e vazhdueshme se nuk i përkisja plotësisht këtij vendi. Edhe kur isha mes njerëzve, ndihesha sikur isha vetëm. Jo sepse nuk kisha miq, por sepse mendimet e mia ishin ndryshe. Shpesh reflektoja për jetën, për qëllimin, për gjëra që të tjerët nuk i vinin re. Ishte sikur shpirti im kërkonte diçka më të madhe. Në heshtje, ndjeja një boshllëk që asgjë toksore nuk mund ta mbushte. Dhe sa më shumë rritesha, aq më e fortë bëhej kjo ndjesi. Nuk ishte rastësi, ishte një shenjë. Shenja e katërt ishte mënyra si përballesha me vështirësitë. Jeta ime nuk ishte e lehtë, përkundrazi, duke sikur sfidat më ndiqnin kudo. Por çdo herë që mendoja se gjithçka kishte marrë fund, ndodhte diçka e papritur. Një derë hapej, një mundësi shfaqej, një zgjidhje vinte nga askundi. Ishte sikur dikush po më mbronte në mënyrë të padukshme. Në momentet më të errta, ndjeja një forcë që më ngrinte përsëri. Dhe edhe pse nuk e shihja, e dija, nuk isha vetëm. Shenja e pestë ishte intuita ime. Nuk ishte thjesht një ndjenjë, ishte diçka më e thellë. Kishte momente kur e dija saktësisht çfarë do të ndodhte, pa asnjë shpjegim logjik. Njerëzit rreth meje shpesh habiteshin nga mënyra si merrja vendime, por unë thjesht ndiqja atë zë të brendshëm. Ai nuk përtiste, ishte i qetë, por i sigurt. Dhe çdo herë që e dëgjoja, më çonte në drejtimin e duhur. Me kalimin e kohës, kuptova se kjo nuk ishte rastësi, ishte një udhëzim. Shenja e gjashtë ishte mënyra si njerëzit reagonin ndaj meje. Pa bërë asgjë të veçantë, shpesh tërhiqja vëmendjen. Disa më afroheshin menjëherë, duke më besuar gjëra shumë personale. Të tjerë largoheshin pa arsye të qartë. Ishte sikur prania ime zgjonte diçka tek njerëzit. Nuk e kuptoja pse, por e ndjeja. Nuk ishte gjithmonë e lehtë. Ndonjëherë më bënte të ndihesha i keq kuptuar, por me kalimin e kohës kuptova se kjo ishte pjesë e rrugës sime. Shenja e shtatë ishte dashuria ime për vetmin. Ndërsa të tjerët kishin frikë nga të qenit vetëm, unë gjeja paqe në heshtje. Ishte në ato momente që ndjeja më shumë qartësi. Mendimet bëheshin më të thella dhe zemra ime më e qetë. Nuk ishte izolim, ishte lidhje.
sikur në atë heshtje dikush po më fliste pa fjalë. Dhe sa më shumë që e përqafoja këtë qetësi, aq më shumë kuptoja veten. Shenja e 8 ishte ndjeshmëria ime ndaj energjive. Mund të ndjeja atmosferën e një vendi me një herë. Disa vende më jepnin paqe, të tjerë më lodhnin pa arsye. E njëjta gjë ndodhte me njerëzit. Pa folur asgjë, mund të kuptoja çfarë ndjenin. Kjo më ndihmonte, por ndonjëherë më rëndonte. Ishte si të mbaja emocione që nuk ishin të mijat. Por më vonë, kuptova se kjo ishte një dhuratë, jo një dobësi. Shenja e 9 ishte fakti që gjithmonë kërkoja të vërtetën. Nuk më mjaftonin përgjigjet sipërfaqësore. Gjithmonë kërkoja më thellë. Pyetje si pse jemi këtu ose cili është qëllimi im më ndiqnin vazhdimisht. Nuk mund t'i injoroja. Ishte sikur diçka brenda meje kërkonte përgjigje me çdo kusht. Dhe kjo kërkim më çoi në rrugë që nuk i kisha imagjinuar kurrë. Shenja e 10 ishte më e forta nga të gjitha. Ishte momenti kur fillova të kuptoj se gjithçka kishte kuptim. Të gjitha përvojat, dhimbjet, pyetjet nuk ishin të rastësishme. Ishin pjesë e një plani më të madh. Dhe për herë të parë ndjeva një qartësi të thellë. Nuk ishte më dyshim, ishte siguri. Një siguri e qetë, por e pa lëkundur. Unë nuk isha këtu rastësisht. Në atë moment, gjithçka ndryshoi brenda meje. Nuk ishte një ndryshim i menjëhershëm, por një zgjim i qetë. Fillova të shoh jetën ndryshe. Gjërat që më shqetësonin më parë, tani dukeshin të vogla. Ishte sikur po shihja përtej asaj që është e dukshme. Fillova të kuptoj se nuk isha zgjedhur për të qenë si të gjithë, por për të ndjekur një rrugë tjetër. Një rrugë që nuk është gjithmonë e lehtë, por është e vërtetë. Kjo rrugë kërkonte besim. Besim edhe kur nuk shihja asgjë, edhe kur gjithçka dukej e paqartë. Kuptova se dhimbja ime kishte një qëllim. Ajo më kishte fornuar, më kishte bërë më të fortë. Dhe çdo pengesë ishte në të vërtetë një përgatitje për diçka më të madhe. Nuk ishte më frikë që ndjeja, por një përgjegjësi e thellë. Sepse ti jesh i zgjedhur, nuk është privilegj, është një mision. Uma missão para ser drito, a tu que quai escuridão. Dhe ndoshta, nëse ke dëgjuar deri këtu, edhe ti po ndjen diçka brenda vetes. Sepse e vërteta është kjo. Nuk është rastësi që je këtu tani. Nuk është rastësi që po e dëgjon këtë histori. Ndoshta, kjo është shenja që ke pritur gjithë jetën.